Krejt kanë me dëshpëru. Wallahi fëmia jet nesër bëma halal për nxon. Apo pasunia s'kan. Khairun amala, ajo që më shumë ti ke shpresë dhe më shumë ti mundesh më lidh me të dhe me shpresun të është vepra mirë. Veç atë nuk dështon. Wallahi veç ky namaz sundet takshon që ke fal, veç ky tjetër thon. Krejt tjetër lojnë apo në këtë dunja. E mos flasim kur të bësh në varr. Që atje është ashtë i qarë që kejtë për të lojnë. Nuk hinë me ty në advarë përrejt se dhikrit Allah Gjallahu Ala. Nuk hinë me ty në advarë përrejt se namazë që ke falë. Nuk hinë me ty në advarë përrejt se agjërimi që ke lezu. Nuk hinë ke agjëru. Nuk hinë me ty në advarë përrejt se Kur'an që ke lezu. Përrejt se kësaj ligjërate që ka arë me ngu për i të Allah. Veç që të hinë me ty jafën. Dhe khairun amala, që të jenë shpresa me madhe, nga mas që tyne, lëdhe për qëta, për tjerat, duhet më lodh, duhet më mundu, po mos e lidh komplet shpresën, mos e jep krejt jetën, nga se të shëndrohet në dëshpërim aftën. I vetë me gjë që nuk dëshpëron kur është ajo që ke bo, për Allahun Gjallahu Ala. Andaj son nona bojnë, me sytë, me nëzirë sytë, ju më lodh për ty jam bo, që erë nusja ma mora, aftën. Andodhë që shtot, po vëllavët, me pavo për Allah nuk kanë, thot, Allah më pagun mu, aftën. Andaj veç për Allahun çka ke boj jetë dhe nuk dëshpërosh. Andaj edhe fëmijët kur ti qysh, mos i qysh se këta kur rritëm qyrin mu. Jo vallahi si qyri për këtë punë apo. Po i qyri se Allah më ka emanet, Allah më mshpëli. Kur të rritën, ndashim respektojnë e kanë për veti, nuk respektojnë gjithashtu e kanë për veti. Allahu aty ne kam u kthy njëjtë aftan, andaj nuk e lidhi disponimin tëm e as dëshpërimin tëm. As shpresat e mia për të ardhmen tëm nuk i lidh tek fëmia mia apo. As e pasuria ime e kam thith me Allahun Xhallahu Ala. Në çose Razadit Ibn Abbasit rri sigurt apo. Ihfazillaha yahfazka. Ruja Allahun, trun Allahu ty. Ruja Allahun kur je lirë, trun Allahu kur je nzor. Allahu trun, s'po trun fëmia pasunia. Ruja Allahun kur je i ri, trun Allahu kur je plak e vjetër apo. Trun Allahu Xhallahu Ala apo. Nuk lën Allahun rahmet në fëmijëve tu apo. Se ti run Allahun Xhallahu Ala sadafon. Andaj khairun inda rabbika thawaban. Janë më shpëlim më të madh wa khairun amala, edhe më shpresdhënës tek Allahu xhalla xhelaluhu.